Shumë çifte nuk kanë fëmijë. Ata provojnë shumë mënyra për të pasur një fëmijë, por një pjesë e tyre harrojnë armën më të fuqishme që posedojnë: lutjet drejtuar krijuesit. Duhet të dimë se çdo gjë është në dorën e krijuesit. Ai është që furnizon njeriu. Në dorën e tij është pushteti dhe furnizimi. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të lutemi, por pa harruar dhe kontrollet mjekësore. Disa nga lutjet për kërkimin e fëmijëve janë: 1. Duaja e Zekerias, paqja e Zotit qoftë me të. Zoti im, fal ma edhe mua nga ana juaj, një pasardhës të mirë. Vërtet, ti je dëgjuesi lutjes. 2. Duaja e Zekerias, paqja e Zotit qoftë me të. Zoti im, mos më lë të vetëmuar, se ti je më i miri trashëgues. 3. Duaja e Ibrahimit, paqja e Zotit qoftë me të. Zoti im, më dhuro mua një fëmijë prej të mirëve. 4. Duaja nga surja e Furkan. Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me punën e grave tona dhe pasardhësve tanë. Nebe na bën shembull për të devotshmit. Duaja nga surja e Lakaf. Zoti im, më inspiro mua që të falenderoj për të mirën tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira, që i pëlqen ti dhe mi bën të mirë pasardhësit e mi. Unë pendohem te ti dhe unë jam nga muslimanët. Vëllezër dhe motra, luteni krijuesin me këto lutje, me shpresën se lutja do pranohet.